Gjykata kushtetuese ka pezulluar dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve më 9 nëntor për Bashkinë e Tiranës. Një vendimarrje që ka kthyer debatin politik, por që nuk i ka bërë palët të ndryshojnë nga pozicionet e tyre në raport me procesin zgjedhor apo vetë kandidatët. Kushtetuesja ka përcaktuar datën 31 tetor si ditën kur do të zhvillojë një seancë publike për pretendimet e Veliajt për antikushtetueshmërinë e dekretit të Begajt dhe argumentave të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e kryebashkiakut. Presidenca pranoi vendimin e gjykatës kushtetuese, duke rezervuar të drejtën që argumentat e saj ligjor t'i depozitojnë në gjykatë, ndërkohë që Partia Socialiste i kërkoi strukturave të Tiranës të mos influencohen nga ky vendim, por të vazhdojnë fushatën e tyre për Manastërliun. Sali Berisha përshëndeti vendimin e gjykatës kushtetuese, duke theksuar se mbështetja për Florian Binajn vazhdon të jetë e njëjtë. Përshëndes vendimin unanim të gjykatësve, të cilët mbrojtën kushtetutshmërinë dhe kushtetutën nga armiqtë e tyre, nga horrat e shtetit. Besoj dhe shpresoj se të gjitha partitë opozitare edhe pas këtij vendimi do t'i rikonfirmojnë Florian Binos. Vendimi i kushtetueses nuk prek zgjedhjet në 5 bashkitë e tjera, por çfarë do të ndodhë me Tiranën? A do të ketë një datë të dytë për mbajtjen e zgjedhjeve në kryeqytet? A do të jetë 31 tetori, dita kur do të vendoset përfundimisht nëse do të ketë zgjedhje të pjeshme në Tiranë apo jo? Mirëmbroma në Top Story. Është një normalitet i dëgjuar dhe i cituar zakonshëm, djalli fshihet tek detajet. A është kjo që ndodhi sot si vendim mbi dekretin e presidentit një detaj procedurial, juridik dhe ligjor dhe çdo gjë vijon njësoj përveç se disa afateve që shtyen, apo është një ngërç politik real? Meritonte të nisej Top Story kështu, sepse ky është aktualiteti dhe zhvillimi i orëve të fundit, dhe për këtë arsye 5 të ftuar në këtë studio do të analizojmë bashkë me 2 lidhje nga 2 kampet e mëdha politike, majorancë dhe opozit, se çfarë ka ndodhur në orët e fundit me pezullimin e dekretit presidentit, pra që kemi në këto momente një datë e cila ka rënë. Kjo mund të thuhet në nisje të kësaj analize, kjo do të jetë pjesa e parë e Top Story dhe pjesa e dytë e Top Story, siç është lajmëruar gjatë ditës në Top Channel, do të kemi të ftuar kandidatin e opozitës Florian Binaj me analist në studio. Menjëherë ju prezantoj kë kam sonte të ftuar, ndërsa e nisim këtë analizë, duke nisur nga Robert Rakipllari. Mirëmbroma, kënaqësi që je këtu. Arion Sulo, mirëmbroma. Entona Bilegaj, mirëmbroma. Arjan Curri, mirëmbroma. Flogert Muça, mirëmbroma. Mirëmbroma. Menjëherë, pasi të marrë një qëndrim tuaj të parë, 2 lidhjet që do kemi nga Kryeministria dhe nga Partia Demokratike, do të kemi përfaqësues të 2 kampeve të mëdha, si e përballojnë ose si e kanë ata verdiktin e vazhdimësisë në këto ditë, derisa ne të qartësojmë aq sa mundemi me shterim. Berti, se çfarë ka ndodhur sot me procedurat, çfarë pritet dhe si mund të lexojmë dhe parashikojmë që do të ndodh me Bashkinë e Tiranës. Okej, atëherë gjykata kushtetuese ka marrë një vendim të ndërmjetëm, quhet, siç e përmendin juristët, i cili pezullon dekretin e presidentit për zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, flasim, jo për ato 5 bashkitë e tjera, për datën 9 nëntor. Sigurisht është një vendim në mënyrën se lexoj unë, një vendim procedurial, pra gjykata kushtetuese nuk mund të merrte një vendim tjetër. Pra, për të marrë një vendim për thelbin e gjës, i cili është shkarkimi i zotit Veliaj nga Këshilli Bashkiak dhe qeveria, dhe mëtej pasoja e tij dekreti presidentit për zgjedhje në Tiranë, pra gjykata kushtetuese që të merrte një vendim të tillë, pra për thelbin e gjës, duhej patjetër që ta niste me pezullimin pra të jepte kohë vetes
për të marrë një vendim, sepse do të shkonin pastaj në një situatë që do kishim 2 kryetar bashkie, pra në rast se do të merrej një vendim më vonë, etj do kishte një ngërsh të madh institucional. Pra kjo është rruga e natyrshme procedurale? Është rruga krejt normale, krejt procedurale, pra nuk gjykata kushtetuese nuk ka marrë vendim mbi shkarkimin apo mbi dekretin. Pra nuk kemi një vendim ku gjykata rrëzon një dekret apo rrëzon shkarkimin e veliaj. Gjykata ka ndikur procedurën e saj drejt vendimarrjes së saj. Pjesë të dekretit e ka rrëzuar? Jo, nuk ka rrëzuar asgjë, unë duhet ta argumentoj. Jo, prit, tani ky dekret, pra ky vendim i pezullimit, që për mua është pjesë nisja e procedurës së vendimit. Pra vendimin e do ta kemi në datën 31 tetor. Për që të shkojmë në vendimin e datës 31 tetor, patjetër duhet kishim këtë vendimarrje të sotme, këtë vendimin e ndërmjetëm, për pezullimin e dekretit që ajo që gjykata kushtetuese gjatë kësaj kohe të merrte të shkojë drejt vendimit të saj. Pra, në këtë moment ky vendim i sotëm, pra i pezullimit të zgjedhjeve, praktikisht prodhon një pasojë tjetër që pasojën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të merret me përgatitjen e zgjedhjeve, me afatet, me dorëzimin e kandidatëve, koalicioneve, etj. Pra praktikisht nuk mund të kemi dot zgjedhje për mua, nuk mund të kemi dot zgjedhje në 9 nëntor. Ndërsa në hyrje ne qartësuam pozicionin e opozitës me atë deklaratë që ka dhënë Sali Berisha, unë dua lidhjen me Toni Gogun sepse një qëndrim zyrtar nga Partia Socialiste dhe majoranca shpresoj ta kemi në këto momente në Top Story. Kam drejt për drejt ministrin për marrëdhëniet me parlamentin, zotin Gogu. Mirë mbroma, kënaqësi që të kam Top Story, Toni. Edhe flasim në të dy regjistrat dhe atë të zonja Duma, kënaqësia ime. Kënaqësi. Ishte e papritur për opinionin publik, po për ata që njohin procedurën, siç i kam ndarë unë dy perceptimet dhe siç më janë reflektuar, ata që njohin procedurën pas intervistës në Top Story me Presidentin e Republikës, u qartësua, po jo të gjithë e kuptuan, kur Presidenti i Republikës tha, unë duhet flisja me dekret, më tha literalisht, dhe respektojmë të gjitha rrugët që gjykata kushtetuese ka të drejtën që dhe dekretin e presidentit ta rishqyrtoj dhe ta fus në diskutim, për shkakun, dhe do ta jap ty fjalën më një herë, po për qartësitë e audiencës, për shkakun se tashmë pas reformës në drejtësi, Presidenti i Republikës nuk mund t'i drejtohet për interpretim gjykatës kushtetuese, për këtë arsye rrugtimi i këtij dekreti vjen kështu. Fjala është për ty, Partia Socialiste, majoranca, si e ka parë pezullimin e 9 nëntorit, se data duket që ka rënë, zoti Gogu. Ka rënë data apo jo? Ai është një vendim dhe çmim që e marrin ato organet të cilat organizojnë zgjedhjet në Shqipëri. Partia Socialiste është garuese në zgjedhje. Partia Socialiste nuk organizon zgjedhje dhe Partia Socialiste nuk cakton data. Ato i caktojnë organet kushtetuese dhe zgjedhjet i organizojnë organet kushtetuese. Pra ju e përmendët në hyrje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dëgjova zotin Rakiplari, gjithashtu dekretin e presidentit, pra presidenti cakton datën, dhe gjykata kushtetuese çmon dhe gjykon kërkesat e qoftë individëve, qoftë subjekteve të caktuara. Ajo çfarë mund të them si përfaqësues i Partisë Socialiste, qoftë si antari i kryesisë së saj, por qoftë edhe si ministër i shtetit në marrëdhëniet me parlamentin, gjë e parë që ne respektojmë atë ligj që kemi respektuar që ditën 1. Pra ne nuk komentojmë vendim gjykate dhe nuk do të komentojmë asnjëherë vendime gjykate, sidomos të gjykatës kushtetuese. Pra, ai është një vendim procedurial, e dëgjova me shumë vëmendje zotin Rakiplari dhe në tërësinë e tij ishte shumë korrekt në atë shpjegim që bëri. Pra, është një vendim procedurial që ka lidhje me pezullimin e dekretit të presidentit në mënyrë që mos krijojë pasoja të pariparueshme për subjektin, legitimitetin e zgjedhjeve dhe subjektin e zgjedhjeve. Dhe për këtë arsye, kjo gjë është do të ketë një vendim, besoj, themeli ku gjykata kushtetuese do ta trajtojë çështjen më vonë. Thënë këtë, ajo çfarë unë duhet të them është që për shtabin elektoral të Partisë Socialiste nuk ndryshon asnjë gjë. Neve jemi në një komunikim të vazhdueshëm me qytetarin e Tiranës. Patjetër që një ditë do të ketë një datë zgjedhjesh.
që thash e caktojnë organet përkatëse të ngarkuara nga kushtetuta dhe nga ligji për të organizuar zgjedhjet. Por kjo nuk pengon Partinë Socialiste, e cila ka nisur një komunikim intensiv me qytetarët e Tiranës për të diskutuar atë gjë që është në thelb të gjithë këtij debati publik, që është qyteti. Si do të vazhdojmë të ofrojmë shërbimet publike në këtë qytet, si do vazhdojmë të çlirojmë hapësirat publike në qytet, si do vazhdojmë të modernizojmë jetën e qytetarëve në shkallën e qytetit. Kërkoj shumë dje se vjen pak me vonesë zëri juaj dhe ndoshta nuk reagoj në mënyrë nëse keni ndonjë pyetje. Toni, pyetja është kjo. Arsyeja se përse Partia Socialiste, këshilltarët e Partisë Socialiste në Bashkinë e Tiranës, morën vendimin, thënë formalisht me keqardhje apo substancialisht me keqardhje, kjo s'ka rëndësi, morën vendimin pikërisht për këto arsye që thoni ju, që Tirana ka nevojë për një kryebashkiak të legjitimuar me vot që të ofrojë shërbime që duhet i ketë në performancën që presupozohet të jenë. Ose siç mendon Partia Socialiste që nuk janë tani e duhet të jenë më pas, duke nisur ujësjellësi tjerë problematika. Bukur. Po në rast se gjykata kushtetuese me këtë procedurë që tashmë është në proces, e zgjat këtë shqyrtim, keni ju qartësi sa do të zgjatet ky shqyrtim? Dhe në rast se e zgjat, si është, le të themi, strategjia e Partisë Socialiste për të mbushur pikërisht këtë gap të udhëheqësisë Bashkisë Tiranës për një qeverisje eficiente? Qartë. Edhe njerë, më duhet që ta përsëris. Pra, ne si Parti Socialiste jemi të përgatitur. Nga njëra anë të respektojmë ligjin, të respektojmë të gjitha institucionet kushtetuese, të respektojmë ndarjen e pushteteve, dhe nga ana tjetër, t'i përgjigjemi qytetarit të Tiranës 24 në 24. Që do të thotë, neve nuk për shtabin elektoral tonin nuk ndryshon asnjë gjë. Dakor. Kemi nisur komunikimin me qytetarët, siç e thash, për të vazhduar që Tirana jonë të ketë pulsin e saj të jetës, që do të thotë shkollat, kopshtet, rrugët, rrugicat, shkallët, sheshet publike, transporti, engjina ekonomike, motori ekonomik, të gjitha këto gjëra ne do t'i dëgjojmë me vëmendje. Fuqia e Partisë Socialiste që nga viti 2000, kur mori qeverisjen e Tiranës në drejtimin e Edi Ramës, edhe deri më sot, ka qenë te komunikimi, pra të komunikosh me njerëzit për të kuptuar cilat janë problematikat e këtij qyteti. Unë besoj që është detyra jonë e parë dhe ndaj them, nga njëra anë do respektojmë ligjin, nga ana tjetër ne do t'i shërbejmë qytetarit. Sepse është qytetari në qendër. Unë besoj që kjo historia nuk është të krijojmë politik për hir të politikës, ka të zhurmë. Okej. Unë ndërkohë duhet marrë një qëndrim nga Partia Demokratike. Berti, ndërkohë që bëj lidhjen me Partinë Demokratike, kam një pyetje për zotin Gogu, pash mesazhin zyrtar që ju është dërguar strukturave të Partisë Socialiste, ku thuhet që ky vendim nuk e prek 9 nëntorin. Pra, do të thënë, edhe zoti Gogu e tha që shtabi elektoral i Partisë Socialiste do të vazhdoj fushatën në Tiranë etj, sepse vendimi merret më 31 tetor. Do të thotë që po sikur ky vendim tjetë për të rrëzuar shkarkimin e zotit Veliaj. Pra, se vendimi që mund të merret mund tjetë edhe që e cakton të ligjshme atë që bëri qeveria, por mund të rrëzoj. Pra, në këtë kuptim, më duket shumë e sigurt Partia Socialiste nga ky mesazh që i ka shkuar strukturave, që ky vendim do të jetë në favorin e qeverisë. Jo, kjo nuk ka lidhje fare me pjesën e sigurisë për datën. E thash edhe një herë, datën e caktojnë institucionet kushtetuese. Pra, Presidenti i Republikës dekreton, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve organizon zgjedhje, Partia Socialiste është subjekt që duhet në punishten e vetë të farktoj alternativën qeverisë për qytetin. Vetë lutem një moment, mesazhi zyrtar që e kam këtu dhe që është mesazh, thot nuk preket 9 nëntori, pra nuk preket data.
Pra mesazhi thotë 9 nëntori nuk preket. Ky është mesazhi. Ky është çështja, këtë do të sqarojmë do ta bëjmë bisedën më të qartë mes nesh. Sikurse u theksua edhe mbrëm. Çështja është 9 nëntori, nuk është çështja se shiko. Që ka pasur që ka dashur që dyja palët, edhe PS-ja dhe PD-ja, në parlamentin e Këshillit Bashkiak aty kanë vendosur për shkarkimin e Veliajt, ne këtë e dim dhe që do ketë që ju jeni për zgjedhje, ne këtë e dim. Problemi është e data, këtu ndajeni palët në Shqipëri. Prandaj po pyes. Nëse jeni duke më thonë se çfarë do të bëj Partia Socialiste, po ju them, Partia Socialiste nuk cakton datë. Partia Socialiste përgatit alternativën se si Tirana të vazhdoj të jetoj, të jetë kryeqyteti me rritjen më të madhe ekonomike në rajon, i shërbej qytetarëve vetë, se si problematikat e shkallës së pallatit tënd të njohi mirë dhe mos të bëj barsaleta për to, po të sjellim zgjidhjen. Ka që thjesht. Po, ka dy momente, më falë, Sulo ta lexoj, edhe keni shumë të drejtë, sikurse u theksua edhe mbrëm, është mesazhi i shkuar zyrtarisht, vendimi i sotëm nuk i prek zgjedhjet e 9 nëntorit. Vendimi përfundimtar i gjykatës jepet me 31 tetor, është mesazhi që ka shkuar Partia Socialiste. Tani, dy gjëra shohun këtu. Sikurse u theksua edhe mbrëm. Pra, Partia Socialiste një natë përpara se sa gjykata kushtetuese të jepte verdiktin mbi dekretin, pra pezullimin e dekretit, e ka ditur një natë më parë që apo nuk e ka ditur dhe e ka parashikuar që mund të ketë një vendim. Vendimi i sotëm nuk pret zgjedhjet e 9, pra do mund të ketë një vendim. Kjo mbrëm më bën të kuptoj që dikush e ka ditur 24 orë përpara që mund të ketë një vendim. Vendimi i sotëm. Dhe e dyta është nuk prek zgjedhjet e 9 nëntorit, pra nuk thuhet zgjedhjet e nëntorit, apo zgjedhjet e dhjetorit, apo zgjedhjet lokale brenda 2025-s, është thënë e 9 nëntorit. Pra, Toni, diskutimi është fare i thjeshtë, ju keni pasur dijeni që kjo po ndodhte, një, dhe dyta, e keni shumë qartë që në 31 tetor, 9 nëntori do mbetet edhe proceduralisht, edhe ligjërisht e njëjta datë, dhe, po mi pra, s'mund të mbetet, po ky është mesazhi, se s'mund të mbetet për ne, por ky është mesazhi që i ka shkuar, apo është një mesazh i qartësisë politike, që i kemi të gjitha në parashikimin, s'po ju them kontrollë, po përdor fjalën parashikimi, kemi të gjitha të parashikuara si rrugtime, dhe dim që do kemi zgjedhje. Se nëse ka një gjë që shkon në kontradikt me atë që thoni ju, është që Partia Socialiste nuk ka kohë të presë, se prandaj e shkarkoi me keqardhje Erion Veliaj në Këshill Bashkiak, sepse koha po ikte në disfavor të Tiranës. Dhe derisa nuk ka kohë të presë Partia Socialiste, nuk mund të pranohet një përgjigje që asgjë s'ka ndodhur, shtabi elektoral vazhdon dhe ne do vazhdojmë të dëgjojmë. Se ju nuk jeni në pozita dëgjuese, jeni pozita vepruese. Kaq kam një qëndrim nga Arioni si fillim. Të flasin Gogu. Po. Mirëmbrëma zoti Gogu, kisha këtë pyetje. Si shpjegohet nxitimi i kryeministrit Rama dhe i gjithë qeverisë dhe i Këshillit Bashkiak së pari, por nxitja dihet që ka qenë nga kryeministri nga Partia Socialiste, për shkarkimin e Veliajt, për dërgimin në të Këshillit Bashkiak të vendimit të qeverisë në presidencë, kur ishte shumë e qartë si asnjëherë tjetër, gjithë juristët të djathtë, të majtë, të qendrës, të verdhë, të kuq, i referoheshin në 115 dhe besoj dhe ju si jurist e keni shumë të qartë situatën. Si shpjegohet gjithë ky nxitim, kur zgjedhjet mund të bëheshin pezulloj vendimi 1 muaj, 2 muaj në janar, në dhjetor, në shkurt, ka të bëj kjo me vënien e kapakut për zotin Veliaj përfundimisht? Dhe dyta, ju, si Parti Socialiste, kur Ilir Meta president shtyu zgjedhjet, i bët mocion mosbesimi. Tani nëse opozita që thotë ka depozituar një mocion mosbesimi për presidentin, është një rast. Është një rast. Ju çfarë do bëni? Ju çfarë qëndrimi do mbani? Atëre, shumë faleminderit për pyetjen. Nëse ju po mëftoni që unë të filloj të luaj rolin e një gjyqtari kushtetues, unë nuk do ta bëj këtë gjën, sepse kjo eksaktësisht pyetja juaj e parë ka të bëj
gjykimin e çështjes dhe janë meritat të gjyqtarit kushtetues që e çmon, ka nxitim apo s'ka nxitim. Ajo çfarë u ndi është që Këshilli i Ministrave është vënë në lëvizje nga këshilltarët, pra nga anëtarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës dhe gjithashtu zonja Duma me shumë mirësjellje i perifrazoi dhe një herë të gjitha arsyet që ne i kemi paraqitur qoftë në Asamblen e Partisë Socialiste, qoftë në Këshillin Bashkiak dhe qoftë në vendimin e Këshillit Ministrave që ka të bëjë me beslidhjen që kjo forcë politike qeverise e përgjegjshme, duke respektuar ligjin, por nga ana tjetër duke i shërbyer qytetarit, ka me qytetarin e Tiranës. Kjo për sa i përket pyetjes së parë. Për sa i përket që e çoi në presidencë vendimin kur ishte ankuar zoti Veliaj. Shiko. Jo, të lutem. Nuk futem në meritën e kushtetuesës. Që jemi në distancë, nuk e bëjmë dot se unë mbas disa sekonda dhe nuk arrit dot të përgjigjem në kohë. Është fakt, është fakt. E kuptova pyetjen. Tani, me qëse ju s'ju pëlqen përgjigja ime, mund mos ta merrni në konsiderat, po pyetjen e kuptova. Tani, po përpiqem të them, juve mund ta keni lehtësinë dhe luksin që të silleni si gjyqtar kushtetues, unë nuk e kam. Jam në kostumin e ministrit të shtetit për parlamentin dhe si antar i kryesisë Partisë Socialiste. Kështu që në këtë kuptim, kjo ishte përgjigjja e parë. Për sa i përket zonja Duma për pyetjen tuaj në lidhje me mesazhin, ju aty keni një nga shpjeguesit më të mirë të konspiracioneve dhe të simbolikave, që është zoti Curi. Kështu që unë nuk do garoj me të për të shpjeguar një konspiracion dhe një mesazh kur nuk ka. A është mesazhi ky? Eksakt pra. Ajo çfarë unë po them është partia, mesazhi që ne, shtabi elektoral i Partisë Socialiste i ka dhënë njëri tjetrit dhe strukturave është ne vazhdojmë komunikimin me qytetarët dhe ne vazhdojmë atë që kemi nisur në fakt që përmbaruam zgjedhjet e para. Pra ne jo ka 2 data ajo më bëni lidhje. Toni më mirë kuptoj që ti shkojmë në alternativën qeverise të qytetit me kryetaren, me kandidaten e re për kryetare bashkie, zonja Armane Stilliu. Po, zoti Koku, një moment, zoti Boçi e kam në lidhje po ashtu, mirëmbrëma zoti Boçi. Mirëmbrëma. Mirë se erdhën në Top Story, qëndrimin zoti Berisha e dha që e përgëzoi kushtetuesen. Pyetja e parë është tashmë kushtetuesja ndryshoi përbërje, cilësi, integritet moral dhe u bë e mirë dhe e vlefshme dhe për cilën arsye Partia Demokratike tani ka, le të themi, një lloj duartrokitje për shtyrjen e zgjedhjeve. Kjo është pyetja e vështirë. Zoti Boçi, se unë e di tjerat, pa diskutim, opozita është, le të themi, me ambicien për të hyrë në garë. Hyra me njëherë në temën e nxehtë. Po, hyre me njëherë, por nuk e përcaktove shumë qartë, sepse Partia Demokratike nuk ka duartrokitje për shtyrjen e zgjedhjeve, ka duartrokitje për tendencën e gjykatës kushtetuese për të vendosur ligjin para preferencave politike dhe turistime politike të shprehura këto nëpërmjet dekretit të presidentit i ardhur si pasojë e një ndikimi të fortë politik dhe që dëshmon sakt fare që Partia Socialiste nuk është duar jashtë ndaj vendimeve të gjykatave. Ndoshta kërkon në këto momente mos i interpretoj, por është duar brenda. Nuk duhet jemi të verbër, gjithë kemi qenë pjesë e shikimit të asaj skene kur kryeministri thëriste antarët e Këshillit Bashkiak Tiranës, pikërisht në zyrën e tij, kryeministri, për t'i detyruar ata që të votonin në unison shkarkimin e zotit Veliaj, dhe ishte po zoti Rama i cili personalisht vetë preferoi të shkojë në zyrën e presidentit për t'imponuar një dekret nga ana e tij për përcaktimin e një date zgjedhje. Dhe thuash me këto fakte, që ne jemi duar jashtë, kjo është absurde. Si duar jashtë, jo duar jashtë. Po pra, Partia Socialiste tha që ne jemi duar jashtë. Po pra, argumentova që në fillim. Që të qartësohemi se kujt po i drejtohemi, thash se. Jo. Partia Socialiste, më thënë ka dëshmuar që është me duar totalisht brenda.
brenda përcaktimit datës, brenda njohurive tjera, edhe në fakt ju e sodët si argument mesazhi i shpërndar për strukturat e Partisë Demokratike, Socialiste, tregon qartazi që ka një njohuri për marrjen e një vendimi të ndërmjetëm pezullues për datën 9 nëntor për zgjedhjet në Tiranë. Tani tu ha debat, po unë nuk do futem sepse është pjesë e panelit për ta diskutuar nëse dekreti ka vlerë pjesërisht apo është i atakuar në mënyrë integrale. Juve kur mendoni dhe kur parashikoni që gjithsesi do të jetë një datë zgjedhjesh? Afër apo me muaj, Luciano? Domethënë si e keni analizuar këtë situatë? Tani, për ta menduar këtë duhet të presim atë çka do parashtrojë gjykata kushtetuese në datën e parathënë nga ajo, në datën 31 dhe do qartësohet gjithçka për të pasur një datë. Data 9 nëntor në gjykimin tim nga përvoja ime, por edhe nga ana ligjore dhe pak logjike, do thotë që për Tiranën duket e pamundur sepse në atë që unë mendoj dhe dua ta shpreh, pezullimi i datës do thotë edhe pezullimi i afateve të zhvillimit të një fushate zgjedhore në raport me datën e përcaktuar. Pra, bie në ditët e zhvillimit fushatës zgjedhore, ai 30 ditë i përcaktuar si ditë fushate dhe shtyrja e vendimit ose marrja e një vendimi të plotë në datën 31 dikton që pas kësaj date të ketë një periudhë tjetër 30 ditore për zhvillimin e zgjedhjes. Është normale. Po, një dekret të ri. Por është logjike që ne duhet presim njëkohësisht edhe pozicionin Gridan. Duhet presim dhe pozicionin e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Në raport me këtë pezullim të dekretit presidentit dhe themi vendim të procedurial të gjykatës kushtetuese për të qartësuar situatën. Për dalë tek efekti politik, meqense u shpreh nga ana Partisë Socialiste, ky efekt politik është thënë edhe nga Partia Demokratike, kryetari i partisë tha nuk afekton kjo aksionin zgjedhor të Partisë Demokratike dhe nuk ve as pak pikpyetje mbi kandidatin e përbashkët që mbështet opozita, Florian Binaj. Kuptuar, kjo do të thotë që kontaktet, ajo fushata zgjedhore vazhdon me të njëjtin intensitet, sepse fushatat nuk e kanë suksesin në afatet 30 ditore dhe e kanë afatet dhe efektet i kanë në komunikimin që realizon kandidati në një shtrirje kohore jo të përcaktuar qartazi, as 30 ditore, as 3 mujore, por në një komunikim permanent. Shumë mirë që për një kandidat të ri do ketë më shumë kohë në dispozicion, sepse territori i Tiranës është shumë i gjerë dhe duhet që ai të realizojë ato kontaktet e tij të domosdoshme për të paraqitur alternativën dhe për të prezantuar. Të dyja kampet e mëdha janë të përgatitur që do jetë një datë. Zoti Boçi tha 9-ta ka rënë, por jemi të përgatitur të vijojmë dhe më mirë që kemi më shumë kohë për fushat. Zoti Gogu tha po ashtu, ne po vijojmë komunikimet. Faleminderit Zoti Gogu, faleminderit Zoti Boçi, për nuk kemi këtë, ma mirë kuptoni ta vijojmë analizën këtu, për shkak se kemi kandidatin e opozitës në pjesën e dytë. Hapi Lekaj, një qëndrim sa i përket vetëm kësaj analize, pritet që të ndodhin kur sipas teje dhe a e priste Partia Socialiste me këtë nuhatje që ke qëndrimin e kushtetueses? Gjithçka tjetër që ti mendon që duhet thonë në këtë moment mos të bëj pyetje më teshme. Mendoj që shpejtësia me të cilën veproi gjykata kushtetuese është për të përshëndetur. E vetmja gjë që është e mirë në këtë vendim është shpejtësia. Sepse nëse do të kishte ndodhur gjykimi pas datës 9 nëntor, atëherë ne pasojat do të kishin ndodhur dhe vendimi kushtetues do ishte nul. Ishte detyruar, tha Presidenti i Republikës, që gjykata kushtetuese është e detyruar për shkak të dekretit tim si president të veproj brenda 10 deri 15 ditëve. Pra, e bënte detyruese dekreti i presidentit. Shpejtësi, kjo është shmoi presidenti gjykatës. Afatet e gjykatës kushtetuese janë 30 ditë, mund ta shqyrtoj brenda 30 ditëve edhe brenda 6 muajve. Jo. Pra nga dita ankimim, dekretin e presidentit ka 10 ditë afat. 10 ditë kur e ankimonte Veliaj në rastin konkret. Pra merri dekreti i presidentit. Veliaj për ankimim dhe mbas 10 ditë pas ankimit që çdo në datë 31. Jo. Ta gjej dhe referencën ligjore. Ka një kozgjatje më të madhe procedurale.
shkarkimi Veliajt në datë 31 është e dekreti, po flasim që shpejtësia me të cilën e mori të dyja rastet është e madhe. Dekreti presidenti mund të ketë 10 ditë, por shkarkimin e Veliajt nga Këshilli i Ministrave mund ta shqyrton edhe pas 3 muajsh. Po, atë po. Kështu që për shpejtësinë duhet falenderojmë presidentin. Është për të përshëndetur edhe presidentin, edhe gjykata kushtetuese që zgjodhi datën 31 tetor për shkarkimin. Ti bashkonte çështjet. E dyta është që gjykata kushtetuese ka mbajtur një qendrim hermafrodit totalisht për mos të paracaktuar dhe të konsultuar me Partinë Socialiste, që duket qartë nga i mesazhi që u nxorët tu. Partia Socialiste e di shumë mirë se çfarë vendimi do merrte sot gjykata kushtetuese dhe çfarë vendimi do marrë në datë 31 gjykata kushtetuese për shkarkimin e Veliajt. Është shumë e qartë mesazhi. Mesazhi është i qartë. Partia Socialiste i di të dyja vendimet. E themi dot ne e dim. Nga mesazhi duket qartë. Pra, ky është i vendim që nuk jep asnjë përgjigje ankimimit Veliajt për dekretin e presidentit, që ka kërkuar anullimin e dekretit sepse është jo antikushtetues për shkak të nenit 115 kushtetuesës, nuk i jep përgjigje, çuditërisht, dhe marrë qëllim hermafrodit. E ndan dekretin në 6 pjesë, ndërkohë që ai është një dekret i vetëm. Dhe krijon një precedent që 1/6 e dekretit mund të bjerë, por dekreti s'bie. Që nuk ka, ky është një precedent që duhet na shpjegoj pse e ka marrë kështu, pse ka krijuar këtë. Dhe mbi të gjitha pastaj e lën datën 31 për të krijuar kaq shumë ekuivoke datën 31 sa Partia Socialiste në mesazhin e vet thotë që po, zgjedhjet do mbeten sepse dinte edhe datën 31 Partia Socialiste kur do merrte vendimi. Pra në datë 31 merret vendimi, fushata fillon datë 1 dhe mbaron datë 7. Po mesazhi është çuar sot. Mesazhi është çuar sot, pra. Është çuar sot. Sot ka dalë data 31. Që siç e tham mbrëm, thot. Siç e tham mbrëm, data 9 nuk do preket. Data 9 nuk do preket. Pra dinin që mbrëm ata që në datë 31 do bëj vendimi. Pra ata e dinë datën e vendimit, edhe vendimin. Edhe në datë 1 do që fillon fushata. Pra e kupton që do të thotë që këta janë në koordinim të plot gjykata kushtetuese me Partinë Socialiste. Kam pyetje unë për ka drejt Toni Gogu që s'bën gjykatës kushtetues, se ku gjykati kushtetues është antar i PS-s. Pse do merret Toni Gogu? Prandaj kam pyetje pra unë për opozitën që thotë e mbështes gjykatën kushtetuese se kjo gjëja duket si një qartësi e plotë e Partisë Socialiste se çfarë do bënte gjykata kushtetuese, po mund të jemi totalisht. Kjo është një vendim i formuar të PS-s. Kjo thotë Antoni ka logjik dhe do të shifet në çfarë vendimi do marrë KQZ-ja, se nëse KQZ-ja do të thotë që ne vazhdojmë përgatitje pavarësisht kësaj gjëje, atëherë kjo është e gjitha e koordinuar pastaj. Nesër në 10 gjysmë kjo që ka KQZ-ja që ne do marrim vesh çfarë do bëjmë. Atë po vazhdoj KQZ-ja, kjo është e gjitha e koordinuar pastaj. KQZ-ja e ka detyrim ligjor që të ndërpres absolutisht çdo veprimtari nga sot. Do ta shikojmë nesër KQZ-n, Florger. Do ta shohim kur të marrë vendimin. Kur të marrë vendimin do ta shohim. Mund t'i lër mendja të gjithë. Dakord jam, tu çfarë s'ndodh. Nga ana tjetër, duhet kemi parasysh që regjistrimi i kandidatëve dhe regjistrimi i partive i subjekteve politike nuk është bërë akoma. Ka afat deri në datë 19. Po pra, ka afat deri në datë 19, po nga ana tjetër duhet ligji KQZ-ja thotë që duhet 30 ditë para të regjistrohen kandidatët. Dhe se çfarë do ndodh deri në atë datë, unë nuk e di, por unë dua të qëndroj pak te dy elementet politik, Grida, sepse pjesa juridike, me sa unë kam komunikuar me shumë jurist, disa thonë që ka dhe mundësi të zhvillohen datë 9, sepse 7 ditë do jetë fushata, kështu që në datë 31 del kjo, e më the thash, pra shkojnë tek mesazhi i Ramës, ka të tjerë thonë që thonë absolutisht ka rënë, pra ka të debatin e përjetshëm mes interpretimeve që mund të bëj për shembull Curri me një jurist tjetër. Me Kreshnik Spahiun që e kam lidhje. Dhe nga ana tjetër, dy element politik, pra dy mesazhet politike, çfarë tregojnë secila prej tyre. Mesazhi i Ramës, po e them kështu, tregon që të vetët duhet i mbajë të karikuar dhe të mos shfokusohen në asnjë moment, sepse maksimumi kjo gjëja, nëse Veliaj dhe vendimi quhet kushtetues, do shkarkohet dhe do bëhen zgjedhjet në fund të muajit, do shtyhen me 2-3 javë, le të themi. Dhe ai nuk do t'i lërë të bien në asnjë moment në pauzë, sepse ka ndezur motorët dhe ka objektivin e tij. Nga ana tjetër, mesazhi që jep doktori, që jemi mësuar tani më që mesazhet përgjithëtar dhe prokurorët janë sipas vendimit në raport me interesin politik dhe këtu s'ka si problem, tregon që i ka, e tha dhe Boçi pak, i ka shkuar për shtat, pra i ka shijuar fakti që u mor ky vendim
Për këtë arsye ai komplimentoi gjykatën kushtetuese. Pra dukshëm, ndoshta do e vazhdojmë bisedën më pastaj me kolegë tjerë. Partia Demokratike ka bërë veprime të nxituara për zgjedhjen e kandidatit për disa arsye që duhen diskutuar dhe nuk është plotësisht gati me strukturat për të qenë në pritshmëritë që ata kanë tani më me kandidatin Binaj. Kështu që mesazhet politike janë njëra palë ka marrë frym lirshëm, që është opozita, pala tjetër ka shtuar presionin për të mos rënë në relaks, në qetësi militante të organizimit, dhe pjesa juridike pastaj është një kakofoni e vazhdueshme që ne do vazhdojmë ta vuajmë. Dhe do të trohemi në opinion. Sepse jurisprudenca nuk është shkencë eksakte. E kam Kreshnik Spajon në lidhje dhe i kërkoj me shumë mirëkuptim që t'jemi komplet konciz, sepse aktualiteti na detyroi të ndajmë top storyn sonte në 2 pjesë dhe kandidati do t'jetë i opozitës pas pak këtu dhe dua të shfrytëzoj minutat. Si e shikon skenarin kohor të këtyre vendimeve? Atëherë, kemi një pezullim të pjesshëm që do të thotë vetëm për Tiranën, do të kemi zgjedhje në qytete të tjera. Për sa i përket pjesës së Tiranës, është pezulluar data e zgjedhjeve, pra ka efekt për sa i përket dekretit të presidentit, nuk është shprehur ende gjykata për sa i përket shkarkimit të kryetarit bashkisë Erion Velia. Çfarë do të ndodhë? Me datë 30 është gjykimi i çështjes, nuk është vendimi. Po, me datë 31 do të ndodhë shqyrtimi i gjithë fakteve, gjykata do të shqyrtoj me themel çështjen dhe brenda 30 ditësh ka afatin maksimal për të shprehur me vendim. Që do thot mund të shprehet edhe brenda 5 ditëve. Kreshnik? Po, mund të ndodhi edhe brenda 2 ditësh, edhe 3, edhe brenda 30 ditësh. Tani, çështja gjykata, zgjedhjet në Tiranë nuk do të bëhen në datë 9 nëntor. Do të kemi një dekret të ri të Presidentit Republikës për shkak të rivendosjes së afateve ligjore dhe kushtetuese të detyrueshme pas një vendimi të përfundimtar të gjykatës kushtetuese, që do të thotë Presidenti i Republikës pas vendimit përfundimtar do të detyrohet nga një afat për 30 deri 45 ditë, 30 minimumi, 45 maksimumi, për të përcaktuar një datë të re të zgjedhjeve nëse, se do kemi tre opsione vendimesh gjykatës kushtetuese. Vendimi i parë, që është i mundshëm vetëm për një datë të re të zgjedhjeve, nëse do të rrëzohet kërkesa Erion Velis, nëse do të shikohet vendimi i Këshillit Bashkiak, i propozimi i Këshillit Bashkiak dhe vendimi i qeverisë për shkarkim, atëherë do të kemi një datë nga presidenti. 2 variantet e tjera juridike, kushtetuese, që gjykata kushtetuese mund të vendosin janë: e para, pranimi i kërkesës për ta shpallur antikushtetues shkarkimin, propozimin e Këshillit Bashkiak të miratuar nga qeveria të Erion Velis, dhe të kemi zgjedhjet në qershor 2027, pra, ose kur t'jepet një vendim gjykate i formës prerë, po që unë si penalist e parashikoj pas 2 vjetësh një vendim nga gjykata e apelit penal. Vendimi, varianti i tretë, mund t'jetë, i cili mund t'jetë dhe ky i mundshëm, një vendim për ta nxjerrë jashtë jurisdiksionit të kushtetues dhe për ta kaluar në gjykatë administrative, gjë që do e fuste në kalvarin e shqyrtimit të gjykatave të zakonshme deri pastaj kur të rikthehej në gjykatë kushtetuese përsëri, dhe që nuk i dijej se kur do përfundonte ky shqyrtim administrativ, dhe kjo është mbrojtja juridike që ka qeveria apo presidenti. Po të vini re dekretin kur e nxori Bajram Bega, e nxori me arsyetimin, unë po i dekretoj me datë 9, sepse Erion Velia nuk mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese, po duhet shkojnë gjykatë administrative si një akt individual për shkarkimin nga puna. Tani çështja është, a duhet për 3 muaj për të shkarkuar, se kemi 2 problematika juridike. Datën, kemi problemin e parë është themeli, a mund të shkarkohet një kryetar bashkie kur arrestohet për 3 muaj, dhe problemi i dytë, a mundet Erioni të i drejtohet gjykatës kushtetuese. Tani, për sa i përket 3 muajshit, po e them shumë shkurt. 3 muajshi është një dispozit e mbetur nga ligji i vjetër i pushtetit vendor, kur Shqipëria kishte 300 e sa komuna dhe kishte një problem
që gjysma e kryetarëve të fshatrave jetonin në Tiranë, merrinin dhe vulen me vete në shtëpi dhe nuk shkonin fare në komunë. Por ka mbetur ama. Por ka mbetur në ligjin e ri. Tani është përballë një praktike të re gjykata, nëse kjo dispozit e mbetur si relike nga ligji i vjetër, a duhet ta plekohet në rastin kur është i arrestuar? Tashi ne kemi rastin e Belerit. Belerit nuk i thanë këta, nuk i lanë afat se nuk shkon të betohesh. Por kjo çështje, megjithatë Beleri nuk ishte bërë kryetar. Por kjo çështje mund të vijojë gjatë. Ajo çfarë unë mendoj që do vijoj gjatë. Më probabili është me datë 9 nuk ka zgjedhje një. Okej. Kjo është ajo SMS-ja është për të bërë lëmsh gjithë kakofonin politike në mediatike. Në datë 9 nuk ka zgjedhje. Shiko, e para njërë duhet falenderuar Presidenti i Republikës, i cili edhe në intervistën tënde, po dhe në njoftimin për shtyp, tha që unë po e provokoj me qëllim, me anë të dekretit, që gjykata kushtetuese të zgjohet. Jo, po e përshpejtoj, unë po veproj ligjërisht që të përshpejtoj procesin se ligji duhet jetë lehtësues. Edhe tha, dekreti im është i atakueshëm dhe le të atakohet. Tani, për mua gjykata kushtetuese, për faktin që me këtë vendim të ndërmjetëm, një lloj mase sigurie është ajo, ka pezulluar dekretin e presidentit për pjesën e Tiranës, ka shkelur vetë kushtetutën, ose ka shkelur veten. Pra këtu në Shqipëri edhe gjykatësit thonë që pararësit Tania Budallenj, këtu ndryshohet jurisprudenca çdo 3-4 vjet. Pse? Sepse diku në tetor të 2017-s ka qenë prap një luftë për një dekret presidencial që anullon një palë zgjedhje, që u atakua në gjykatë kushtetuese dhe kolegji i gjykatës kushtetuese atëherë përbërë nga 3 gjyqtarë thotë që dekreti presidentit për datën e zgjedhjeve është akt individual administrativ dhe si i tillë atakohet në gjykatën administrative dhe jo tek ne. Kështu që tani sepse këta njëherë thonë që atakohet tek ne dhe njëherë thonë nuk atakohet tek ne, po tek administrativja këtë nuk ka perëndi që ta shpjegoj, mbase do të detyrohen vetë të ndryshojnë jurisprudencën. Tani ka një gjë që e thotë dhe Velia si paditës, i thotë, kur padit dekretin e presidentit në gjykatë kushtetuese i thotë që unë e di, i thotë që ju, dekretin e presidentit e quani akt normativ, akt administrativ individual dhe jo normativ. Por, thotë, Komisioni Venecias ju ka thënë juve në 2019 që rishikojni dhe njëherë çfarë keni bërë, mblidhuni dhe njëherë bashkë dhe rishikojni se mos ndoshta keni gabim këtë gjë që një dekret presidenti e quani një akt individual administrativ dhe jo një akt normativ siç duhet ishte. Pra dhe vetë Velia i e di, kur e bën paditjen, në paditjen e tij e di këtë ngërç. Tani se si këta do të arsyetojnë, unë nuk e di, po di që këta një herë e thonë kështu dhe një herë e thonë ashtu sipas interesit. Flokert, më lejoni të jap ritëm, çuri më fal. Po, jepi sa të duash. Flokert, ti e shikon një mbarim pune me, po e quajnë në mënyrë metaforike, me Erion Veliajn që çështjet bashkohen të dyja në datë 31 tetor, apo e shikon një ogur si? Pra një ogur kushtetues që po vendoset kushtetuta e shtyr politikisht nga dekreti presidentit të veproj dhe do të veproj, apo e shikon një ogur politik që tani po përshpejtohet dhe çështja e themelit e Erion Veliajt kishin apo jo të drejta shkarkonin, realisht, dhe këtu Partia Socialiste mbyll dy gjëra me një gur. Tani këto shkojnë në sinkron me njëra tjetrën, janë dy drejtëza paralele, sepse edhe akti i presidentit, siç e tha dhe Curri, edhe vullneti politik i Partisë Socialiste, ishte që gjykata kushtetuese të jepte fund shpejt kësaj historie. Problemi është grida që këta nuk dinë përfundimin. Pra, ndoshta... Cila prej nuk e din, jo, sipas teje? Po unë mendoj që nuk e din asnjëra palë. Ti mendon që s'di asnjëra palë? Nuk e din asnjëra palë. E di zonja Olta Zaçe, domethënë. Dëgjoj. Jo, ajo duhet ta di. Ti e beson apo jo? Të hym pak politikisht. Ti po e beson që e di ajo mirë? Te kryetarja jo, të hym te kryetaria e gjykatës. Kryetaria e gjykatës, si rrallë herë, me aq sa unë të paktën mbaj mend, kolegët që kanë më shumë vite mund të më japin raste të tjera, ka polemizuar me politikën. Pra, unë di që gjykata jep një vendim dhe pastaj mbetet atyre tjerëve ta zbatojnë vendimin. Por që dali kryetaria e gjykatës
dhe të bëj deklarata dhe intervista, duke u ankuar pse parlamenti nuk zbaton vendimet e mia. Kjo është hajde krijoj parti politike. Tani kjo zonja e ka bërë dhe ka polemizuar me socialistët. Atëherë ka bërë trimëri të madhe. Po e ka bërë pra tani, nuk ka bërë trimëri. Po mund tani ajo ka ndorë të bëj. Amerikës, po pastaj. Tani ajo ka ndorë, Arion, gjovllajn tani se ti e di që mua më dalin jo rrallë. Ti e di tani që kjo zonja ka ndorë diçka. Kjo ka ndorë që t'japi atë vendimin që nuk është vullneti i Partisë Socialiste dhe të mos ketë zgjedhje fare në Tiranë deri në vitin 2027. Apo? Teorikisht po, po. Teorikisht pra, po ajo përsa ko ka hyrë... Teorikisht kemi 2027, praktikisht kemi mesazhin. Po pra, ajo zonja ka dhënë një mesazh sot, që është ky mesazhi që pam që pezullohet nënta. Dhe ka afruar datën. Të vente më se ishte puç kushtetues. Nga Bajrami, nga Rama, nga ajo betejën, do më gjosh, betejën Arion që ka nisur Medi Ramën për historinë e Olta Xhaçkës, betejën që ka nisur publike e pa precedent, kryetari i gjykatës që ankohet pse nuk zbatohet vendimi im, atë betejë politike që ka nisur si asnjëherë më parë duke bërë politikë nëpër media, mund ta çojë deri në fund, duke i bërë Ramës një kurth, duke i futur një stërkëmbësh, duke i thënë jo, Erion Veliaj nuk shkarkohet. Mos aman. Dhe vullneti politik i Ramës, gara politike e Ramës, energjia elektorale e Ramës mund pësoj një lloj paralize dhe do kemi një histori tjetër pastaj ku do përplaset kryeministri dhe gjykata kushtetuese. Sot do e bëjmë disa herë këtë diskutim, ë? Kuptohemi, sa herë do ta bëjmë këtë diskutim. Do me thënë, për te bindjeve personale, ajo që duket ose mendimeve të pa hipotezave që kemi dhe kolegët i hodhën disa, mendoj se s'kishte ku të shkonte tjetër kjo puna e heqjes dhunimit të drejtës, shkeljes drejtës kushtetuese të qytetarit Erion Veliaj për të pezulluar shkarkimi. Dhe kjo tregon sa çfarë institucionesh kemi ne në këtë moment. Sa Rama i detyron dhe sa ai komandon të gjitha ose i drejton dhe i ka në dorë gjitha institucionet. Që nga presidenti, Këshilli Bashkiak që e futin në Asamblenë e Partisë Socialiste, por sigurisht presidenti është institucioni që ka treguar vasalitetin dhe uljen e dinjitetit më të madh. Presidenti është institucioni që ka treguar një lloj panshmërie absolute dhe zbatim gërm për gërm të kushtetutës. Po ta tha kushtetuesja sot më sa them unë. Kushtetuesja s'merr vetë se çfarë thot. Flet ndryshe në 2017, ndryshe në 2019. Nuk ka zgjedhje. Bajrami nuk e lexoi kushtetutën dhe tha ka zgjedhje në 9. E lexoi sa kushtetutën dhe tha shkoni tani dhe atakojeni, sepse aty do merrni zgjidhje jo tek unë. Bajrami ka detyrë ta interpretojë kushtetuesen. Për fal kushtetuesen. Tani që Bajrami është zbatuesi më i rregullt i kustetutës së Shqipërisë. Në opinionin tim, ama nuk e besoj se loja. Domethënë gjithë operacioni anti-Veliaj nuk udhëhiqet nga Rama, ndryshe nga Flogerti dhe do ta lë Rama. Duan ta ndihmojnë Veliajin ose jo. Ta kam thënë, duan ta ndihmojnë Veliajin. Dakor. Dhe shumë shpejt do ta nxjerrin nga burgu. Dhe nxitimi i Ramës ishte flagrant në momentin që ai që Veliaj, kur vendimi ishte në Këshillin e Ministra, pra kishte shkuar qeveri, Veliaj u ankua, pezulloi. Rama e mori e çoi në shkelje. Si do e fitoj Rama këtë betejë kur ka gjykatën kushtetuese kundër? Nuk e dim që ka kundër. Tani, po pse nxiton Rama, shpyeta se bëra dhe pyetjen zotit Gogu. Për mendimin tim, Rama nuk do një Ben Ahmetaj 2. Doj që kapitulli i Veliaj të mbyllet me gjithsej. Politikisht, po edhe si personazh publik. Pra ka sigur që do t'i mbyllet atëherë. Si personazh publik. Jo, po ka sigur që do t'i mbyllet. Nëse Rama do këtë dhe do t'mbyllet, e ka sigur që do t'i mbyllet. Se për ndryshe e lë 8 muaj në kalenda. Për mua po. Patjetër që këtu pra ne bashkojmë Antonin që loja mund të jetë gjitha kjo një lojë me prapasken që do çojë te ujin te ajo që do. Ka një logjik tjetër që vendimi i sotëm, tani ta themi, vendimi i sotëm i gjykatës kushtetuese ishte surprizë. Për opinionin publik, mos thasim për palë. Ishte surprizë për autokracitë. Pa ishte surprizë sepse ai nuk pritej. Pra në opinionin publik nuk pritej. Ndërmjetëm është thevet. Ajo çfarë mund të themi, pra vendimi i sotëm i gjykatës i ndërmjetëm sigurisht është që ishte surprizë dhe ishte një vendim korrekt, në kuptimin që i dha një po mos të merri në kjo dhe gjykata kushtetuese. I dha një kuptim. Siç ra Bajrami. I dha një kuptim lojës. Po mos ta dekretonte Bajrami datën 9 nëntor. Edhe një herë, gjykata kushtetuese i dha një kuptim. Jo, i dha një kuptim lojës se ata
pas ligji. Vendojnë vetëm këtë që rrinë aty, mbrojnë vezët, nuk marrin asnjë vendim. Tirana ka nevojë për kryetar, po kushtetuta çfarë thotë? Një të tretë çdo të Dakor, rinë marrin rrogën Bengallat aty gjykata kushtetuese ja prishi gjykata kushtetuese pavarësisht se çfarë vendimi mund të marrë. Edhe një Curri. Bega i detyroi Curri të lutem. Gjykata kushtetuese pavarësisht vendimi do të marrë në datë 31 tetor. I dha një bëri një vendim, ky ishte një vendim që ka pasoja politike. Pra Rama donte zgjedhjen në 9, nuk ka zgjedhjen në 9 në Tiranë. Pra që ta mbaroj Krita. Nuk ka zgjedhje datën 9. Çështja është që unë do ta them këtë gjë. Nëse kjo gjykatë kushtetuese në datë 31 tetor a ka mundësi të marrë një vendim që të na surprizojë përsëri, pra nga ajo që ne mendojmë që do ta marrë, pse ka qëllim na surprizojë na, ka qëllim marrë një vendim drejt. Unë them të drejtë, nuk e dim të, nëse drejtësinë e vendimit ta gjykojmë. Po pra ta qartësoj. Unë them të gjë që kjo gjykatë kushtetuese nga për të gjitha çështjet e mëdha, për të gjitha debatet e mëdha politike që ka pasur, se nuk është ky është i fundit, gjithë konflikti institucional që ka qenë me opozitën, përgjithsisht ka marrë qëndrime që kanë qenë në favor të majorancës, kjo është e qartë. A Blegaj? Është e qartë që gjykata kushtetuese nuk do marrë asnjë vendim kundër majorancës, sepse nuk ka marrë. Në pamje të parë, ne sot u surprizuam vërtet për vendimin e gjykatës kushtetuese. Ishte surprizë, nuk e mendonim që do ndodhte kaq shpejt, dhe nuk e mendonim që do afektonte zgjedhjet. Po ishin të detyruar ta merrin më çfarë surprizë. 10 ditë e kishin 10 ditë kanë afat të marrin vendim tani. Ky vendim nuk pritet. Po sigurisht që pritet. Surpriza, efekti surprizë ishte. Po do pritej sepse kanë bashkuar çështjen. Por, të lutem. Por do tregojnë që janë të fortë që jemi dhe ne. Çfarë vendimi është marr, ne kuptojmë se është marr vendim. Bro. Sepse padia e Veliajt nuk është dhënë përgjigje. Veliaj ka thënë dekreti është antikushtetues. Po s'ka si ta ketë. Gjykata kushtetuese pse nuk e thotë është dekreti antikushtetues apo jo? Po kjo është faza e parë. Gjykata kushtetuese trajton dekretin si një pengesë, pra me një vendim ndërmjetëm se po të jetë dekreti ne nuk e shqyrtojmë dot dhe krijon pasojën. Po nuk e shmangim dot pasojën. Pra si një pengesë, jo si një akt antikushtetues. Ma siguri. Po të shkuar te vendimi vetë, kushtetuese nuk ka as këtë guxim që të shpangë dekret antikushtetues. Sipas 915 sepse do shkoj sepse e ton. Jo, më pastaj shkoj te Rama dhe marr vendim kundër Ramës. Ton, ky është faza e parë. Ose për çfarë? Ajo nuk e ka nisur keq gjykata kushtetuese. Ky është faza e parë do bënte. Jo, ky është faza e parë do bënte, do të shkojë te faza tjetër. Procedura, po e merr në shqyrtim. Kjo është mënyra, s'ka mënyrë tjetër, këtë do bënte. Kur të marrë vendim në fundimtar, të marrë vendim me dekretin, se po mori vendim me shkarkimin, nuk ka pse të marr, s'ka si të marr vendim me dekretin. Se dekreti është rrjedhoja shkarkimit. Po pra, të dyja bashkë do të marrin. Një gjë është e sigurt. Ajo që theti nuk jemi në kushtet e marrjes një vendimi, që jemi të qartë, s'është marrë vendim, është thjeshtësisht situata është futur në procedurë shqyrtimi. Shqyrtimi ka pezulluar datën se si dihet që nuk jemi akoma në vendim. Preshi, ke një fjali të fundit? Kushtet që jemi këtë drejtë. Pse mos ta themi më vëlla, çfarë vendimi do marrin? Masa provizore, vendimi i ndërmjetëm ashtu si tha zoti Rakitllari, është një vendim i ndërmjetëm në të cilën ne nuk mund të parashikojmë dhe të paragjykojmë çfarë do ndodhë në gjykatën kushtetuese. Ka një element të disfavorshëm për Erion Velin që janë vetëm 8 gjyqtar, pra ka një vend vakant dhe një vendim i cili mund të shkonte 4-4 me barazim do të ishte në disfavor. Deri më sot ka një debat, pra disa gjyqtar janë të lëkundur në vendimin që mund të marrë dhe kryesisht gjyqtarët përballë një presioni të lartë politik, po që fatmirësisht me vendimin e ndërmjetëm treguan që nuk janë në presion politik, shpresoj që dhe në vendimin për fundimtar. Si janë në një presion politik apo nuk e kanë ngrënë presionin politik, janë dy gjëra të ndryshme? Mendoj që nuk janë. Mendoj që është hapur pak krau nga të dy krahat, është pak lojë politike, pak për Kjo më vlen deri tani, Kreshnik. Kjo më vlen. Ti thua që nuk janë sepse të dy palët e kanë hapur pak kraun për të bërë lirshmëri dhe për të matur ca temperatura. Po, gjithsesi mendoj që do të jetë një debat procedural në lidhje nëse është për jurisdiksion administrativ apo kushtetues. Kjo do të jetë debati. Të falenderoj, do shkojmë në hapësirë publicitare, do falenderoj dy të ftuar që kam këtu kolegë në studio. Pres kandidatin e opozitës bashkë me 3 kolegë të tjerë të hymë në pjesën e dytë dhe të shqyrtojmë kandidaturën për Bashkinë e Tiranës të opozitës Partisë Demokratike dhe opozitës dhe forcave tjera aleate të partive të vogla. Hapësirë publicitare.